Një grup të rinj të qytetit të Gjirokastrës kanë marrë iniciativën për restaurimin e memorialit të rilindasve të këtij qyteti. Rreth 100 të rinj gjirokastrit morën nismën për të restauruar varret e 5 rilindasve Çerçis Topulli, Bajo Topulli, Koto Hoxhi, Pandeli Sotiri dhe Andon Zako Çajupi, që ndodhen në një kodër në hyrje të qytetit. Pjesë e këtij memoriali është edhe një piedestal i gurtë në nderim të veprës dhe kontributit të patriotëve gjirokastrit. Dhe ne bëjmë thirrje për ndërtimin e kultit të shqiptarizmës në qytetin tonë. Ka shumë njerëz që mund të kontribuojnë, qoftë në Gjirokastër, në Shqipëri, në Kosovë, e deri në Europë e në Amerikë, që nderi qytetit tonë të respektohet ashtu siç ka ai. Ndërkohë që nga ana tjetër vetë nxënësit e shkollës Andon Zako Çajupi në të cilën ndodhet ky memorial, janë totalisht të painformuar se cilët janë ata persona të cilët prehen pikërisht në ambientet e shkollës së tyre. Emrat e 3 prej tyre janë emrat e 3 shkollave të qytetit: Shkolla 9-vjeçare Andon Zako Çajupi, Shkolla 9-vjeçare Koto Hoxhi, Shkolla e mesme Pandeli Sotiri, ndërkohë që emrin e Çerçis Topullit e mban sheshi qendror i këtij qyteti. E di se të kujt janë këto varre këtu? Të Çerçisit. Po? Dhe të tjerë nuk e di, se mbajmën. Po nuk e keni bërë në mësim se të kujt janë këto varre? Të Çerçisit. Në orën e historisë keni mësuar këtu të kujt janë këto varret? Jo. Akoma. Grupi 100 të rinjve gjirokastrit do të ndërmarrë një fushat për mbledhjen e fondeve dhe më pas do të nisë punën për restaurimin e këtij memoriali. Ata synojnë që restaurimi i memorialit të rilindasve të përfundojë në muajin mars 2011 në kuadër edhe të 103 vjetorit të luftës së mashkullorës.